Dhe një përpjekje të vazhdueshme për të shtrembëruar historinë tonë kombëtare. Kryetarja e Gjykatës Speciale Ekaterina Trendafilova është duke qëndruar këtu në Kosovë. E njëjta ka pasur që të mbajë sot një konferencë për media, mirë po që është anuluar për shkak të një proteste të organizuar nga veteranët e ushtrisë shërrimtare të Kosovës. Këta të fundit të tubuar erdhën këtu para hotelit Sheraton në Prishtinë dhe hodhën tymtëzi në drejtim të derës, gjë që bën që nga Gjykata Speciale të thonë që konferenca do të ndalohet për shkak të shkaqeve të sigurisë. Për më shumë ndiqeni pamjen se çfarë ndodhi këtu sot. Kemi thirrur këtë konferencë për të ngritur zërin ndaj një padrejtësie që po thellohet dhe një përpjekje të vazhdueshme për të shtrembëruar historinë tonë kombëtare. Narrativa e njanshme e dhomave të specializuara për Kosovën, qasja selektive ndaj UÇK-s dhe anashkalimi i krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë është e padrejtë dhe e papranueshme. Kjo dëmton drejtësinë dhe paqen afatgjate në rejon. Përdorimi politik i drejtësisë. Përndjekja e shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, shumë prej të cilëve kanë mbajtur edhe postet e larta shtetërore, duket si i motivuar politikisht dhe rrezikon vetë themelet e shtetit Kosovës. Qasje shpërfillëse dhe e njanshme e zonjës Trendafilova. Po, reagimi ka qenë që Trendafilova që mos vjen Kosovë fare. Ne e dim se vizita sa vjen në Kosovë, kjo vjen vetëm për një të keq, edhe një të zezë të Kosovës. Edhe ka ardhur pikërisht me 13 maj, dita sigurimit shtetëror të Serbisë, kur për shqiptarët është një ditë famkeqe, është një ditë që mund të ditë zije, se shumë nona, shumë motra, shumë gra kanë me vepi aty sigurimit. Edhe sot vjen Trendafilova këtu dhe marr konferencë në Sheraton, pikërisht në Kosovë, ku ne ende kemi pa gjetur, kemi fëmijë pa gjetur, kemi baballar, kemi vëllezër dhe kemi motra. Kështu që pikërisht kjo sot e ka gjetë këtë ditë që të vjen këtu. Unë mendoj se ka përshëm të stabilizojë Kosovën dhe vendin tonë. Po ne nuk kemi ata që vendin tonë të stabilizojë, ne kemi të tukë vend. Mos të kesh kuptuar, ne nuk kemi kundër drejtësie. Pjesëtarët e ushtrisë të Kosovës dhe qytetarët e Kosovës kanë njoftuar për drejtësi se ne kemi qenë shtypur nga padrejtësia që ka bërë Serbia ndaj neve.
dhe ne kemi ndu për drejtësi për ta liru vendin tonë.